Ura në fshatin Bardha është dëmtuar rënd dhe rrezikon të shembet nga dita në ditë. Një pjesë e strukturës mbajtëse në Nur është shembur, ndërsa dëmtimi po përkeqësohet çdo ditë më shumë. Banorët thonë se situata është bërë e rrezikshme, saqë shumë prej tyre shmangin kalimin mbi Ur. Ata theksojnë se fëmijët janë të detyruar të shkojnë në këmbë çdo mëngjes në shkollë, pasi kanë frikë të kalojnë me automjete mbi Ur. Edhe autobusët e transportit të shkollës nuk afrohen për shkak të rrezikut që paraqet kalimi në këtë Ur. Na për ditë i kalojmë fëmijën vetë. Prite shkolla, i shojmë, i bim vetë, si ke autobusi me kalu. As i automjet nuk kalën, edhe na kalojmë me frikë, tu po a ka ik gjysa, s'ka ik pjesa tjetër. Se më me ik pjesa tjetër, nësë mund kalojmë asë. Po që së rrezikon, kanë rrezikua meshina herë. Po a shem ke pjesa, tu shem pjesa tjetër. Edhe fugonit ja paguim lek njësëj, duhet mi morëm ja kalu e 10 njësë, se nuk ka fej me kalu me tonë autobus. Ka një 10 ditë, si bim fëmijët vetë dherë në to, edhe ka e shvin as me nej marë as këto, se i të kanë më vënua, fëmija janë rreth 3 kilometrë se vinë kom. Ka ra gjysa urë, se tasha ka bjenë gjysa tjetër. Rreziko shamje në gjithë edhe në shkult. O shkult, është si në shtramnua. Sipas banorëve, ura është dëmtuar prej 10 ditësh, por pavarësisht shqetësimeve të ngritura nuk është marrë ende asnjë mas. Po na kena bë dhe i herë, po s'na ka kush më pun. Kjo ka një jo, 10 ditë. Edhe s'kan marrë mos ai, kanë ardha kanë unë të bërduara një aty sa mas më thon mos me hija, ja bërdur kot. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente, duke theksuar se ura jo vetëm po degradon me shpejtësi, por edhe po rrezikon seriozisht jetën e tyre.